Është një trajner anglez, i cili është i akademisë Tottenhamit në Hong Kong, edhe pasi që i morëm kupat edhe medalet ato, dhe më thot trajner, thot të përgëzoj për sukseset, thot ju kom ndjek edhe në gjysmën finale, thot edhe kam hulumtu për Kosovën, thot kam marrë informacione se Kosova e ka një reprezentacion shumë të mirë në nivelin senior, thot i kam përcjell lejtarët se ku luajnë, thot po une nuk kam menu kur që është një akademi në Kosovë me qëtë nivel. Se thot atje ku na bojmë gara, ky thot unë jam i bindshëm më i miri ekipa e tina. Edhe thot që mdesh me kundërshtar latin, afrikan gjithë, thot po, thot nivel sikur jo, thot nuk kam pa edhe të organizimit edhe të vullnetit shumë të madh. Edhe faleminderit për ti na përgëzoj vazhdimisht edhe na ka ofru që në të ardhmen, thot kam dëshirë me juftu edhe për ndonjë event tjetër që të bashkëpunojmë. Po une këshillën e tina ose falenderimin e tina e vlerësoj na sepse ai është ish lojtar i cili ka luajtur edhe në ligat angleze. Është një njerëz shumë i përgatitur, një njerëz profesional, edhe kur ti thot këto fjalë, atëherë edhe për neve diçka shumë e madhe se atë punë që tu e bën dikush po ta vlerëson.